Hani 5 arra në ditë dhe shikoni se çfarë do të ndodhë me ju. Një studim i sapo bërë ka dëshmuar se konsumimi i duhur i arrave në ditë parandalon sëmundjet e zemrës. Konsumimi i rregullt siguron mbrojtje të vazhdueshme. Studimi gjithashtu demonstron përmirësim të hatashëm të kolesterolit dhe fleksibilitetit të enëve të gjakut, i cili është thelbësor për lëvizjen e gjakut vetëm 4 orë pas konsumimit të arrave ose vajit të arrave. Gjithashtu, ne duhet të përfshijmë arrat në ushqimin tonë të përditshëm, sepse konsumimi i rregullt i tij parandalon shumë sëmundje kardiovaskulare për shkak të ndikimit të serumit kundër faktorëve të rrezikshëm të sëmundjeve të zemrës. Prandaj gjithmonë siguroni që të përfshini këto arror të shkëlqyer në dietën tuaj për të patur përfitime maksimale.